shpia. Na trego lojën ti. Qa bonë më vëllai im sot? Je zusat nga gjumi. Ti në qoftë se do argument. Ti në qoftë se do argument atë që thash unë pak më parë. Ti mirë keq, me gabime, me të mira, me të gjitha, se të gjithë jemi qenie komplekse, një sekond. Jemi qenie komplekse njerëzit, me të mira dhe të këqija tona, po ti në këtë shtëpi ke krijuar ngjarje. Ke një ngjarje në këtë shtëpi. Ke një ngjarje, me ulje, ngritje, me të gjitha. Ke një ngjarje. Jo, më lër mua, më lër mua, thash dje këto, më lër mua. Nuk jam unë nuk ka laga, vëlla, ky do më hyn ditë, s'do më laga sqarapet ky. Aldo është ajo që kam thënë unë. Ti thjesht ke ndonjë këtu. Ja, ai ka kopjuar lojën tonë. Ke përgjuar njerëzit. Te pjesën e romancave. Ka dashur me pas një tip romance me ngacmime të vogla dhe edhe vetëm për shoqërimin e rrugtimit. Midis meje dhe Valbonës kanë lindur njëkohësisht. Kurse Aldo nuk ka pas romancë. Aldo shkonte out of the blue, si që bëri Gjibani, në një moment që tha më pëlqen ti, që e kishte pjesë të lojës, okej, se si ishte e vërtet ajo. Sigurisht. Ky shkonte tani. A ecët kështu? Ky shkonte. Jo, po jo fare më vlla. Fare, se erët avon del. Ashtu si doli. Dhe doli një natë më prajmë aty me Rizartën edhe shkonte të nesë me gjasë me disa përqafime të vogla. Po mirë, para pak ditësh që kishte thënë smere me kalamaj. Ky është argument. Po mos, jo, ti ke krijuar një ngjarje. Ai është përpjekur të krijojë ngjarje, por nuk i ecën. Dhe kur nuk krijon ngjarje, ai rri përgjon ty dhe thot, ti e ngritë dorën kështu. Opinionist një vetëm për Hajdarin edhe ne. Ai është kundërshtim, po. Kurse tjetra është, tani, unë jam këtu, kam ndez një cigare dhe po flasë me ty. E pa, erdi këtu dhe tha, ti i ke thënë këti buri, dhe i thash, jo loj në kurisin tim, merë me Jozin vetë.